Në kuadër të 12 maj, ditës së infermierit, Departamenti i Lëndëve Paraklinike në bashkëpunim me klubin studentor Ndihma e Parë dhe me mbështetjen e organizatës maltezer organizoi një aktivitet simbolik para godinës së rektoratit të Shkodrës Luiq Gurakuqi, ku kryen matja tensionit arterial, kontrolli i glicemisë në gjak si dhe vlerësimi i indeksit të masës trupore. Departamenti i Lëndëve Paraklinike me klubin studentor si pjesë organike e tij departamenti, pra klubi studentor Ndihma e Parë, organizojnë aktivitete gjithmonshme pra në shërbim të komunitetit, me matjen e glicemisë, matjen e presionit arterial, matjen e BMI-s, indeksit trupor, masë trupore dhe gjithashtu edukim shëndetësor. Ka edhe një pyetëson lidhje me informacion lidhje me kamen diabetike që bëhet tek persona që janë me diabet mellitus. Ky është një aktivitet që ne e bëjmë për çdo vit. Studentët pra përveç se realizojnë praktikën e tyre profesionale, se kjo bëhet në kuadër praktikë profesionale, pra gjenden edhe më afër pacientëve, duke kuptuar më mirë profesionin, duke më bëjnë praktikë përkundrejt profesionit dhe pacientave. Besoj që është në të mirë të popullatës, sepse ka një dyndje të njerëzve që vinë pra pikërisht me bë të tilla vizita falas, pra të tilla konsulta apo ekzaminime falas. Për studentët e infermerisë, aktivitetet të tilla shërbejnë për rritjen e tyre nga ana profesionale. Ne e kena traditë që me dalë me kry kështu lloj aktivitetesh, domethënë me mat presionin arterial, glicemin, edhe BMI-n personave kalimtar. Domethënë pjesa më e madhe janë të moshuar, po edhe mosha të reja, dhe identifikojmë problematikat që mund të kenë, patologji të ndryshme kardiovaskulare, domethënë pjesa endokrine, diabeti, identifikojmë kur është në normë ose mbi normë, dhe i referojmë te spitali, i referojmë me bë një analizë përgjithshme gjaku, check-up. Këto aktivitete na shërbejnë ne, pasi ne i çojmë praktika të profesionale, se janë pjesë e profesionit tonë, dhe na ndihmojnë me u integru në pjesën e spitalit, domethënë në pjesën e punësimit. Aktivitetet të këtij lloji synojnë afrimin e shërbimeve shëndetësore me qytetarët, duke nxitur kulturën e parandalimit dhe kujdesit si bazë për një jetë më të shëndetshme.